Të lutemi vëllezër e motra për këta shërptorë të hyjit që e hyj ka zgjedhur që të bërë të ngjashëm me Krishtin e vdekjen e ngjaljen e tij, të mund të kapërcejnë vdekjen me hirin e sakramenteve. Të lutemi së bashku, na dëgjo o Zot. Na dëgjo o Zot. Që feja e tyre t'i bëj më të fortë kundër të gjitha mashtrimeve të botës, të lutemi. Na dëgjo o Zot. Që të jenë mirënjohës ndaj Zotit që i ka shpëtuar nga mosdia e shpresës së përjetshme dhe i ka bërë të ecin drejt udhës së shëlbimit, të lutemi. Na dëgjo o Zot. Që në shembullin e katekumenëve që derdhën gjakun për Krishtin dhe për ndërmjetësinë e tyre, të ngrihen në shpresën e jetës së pasosur, të lutemi. Na dëgjo o Zot. Që të gjithë të urrejnë mëkatin, shkatërruesin e jetës, të lutemi. Na dëgjo o Zot. Që të pikëlluarit për vdekjen e të dashurve të tyre, të gjejnë në Krishtin ngushëllim dhe paqe, të lutemi. Na dëgjo o Zot. Që edhe ne, në kthim të kremtimeve pashbore, të jemi të përforcuar në shpresën për të rilindur me Krishtin, të lutemi. Na dëgjo o Zot. Që bota mbar e krijuar nga dashuria e hyjit të ripërtërihet nga rritja në fe dhe dashuri, të lutemi. Na dëgjo o Zot. Të lutemi o hyjati jetës jam shuar, ti nuk je hyj i të vdekurve, por i të gjallëve, le dërgove birin tan lajmënitar të jetës, që ti rembente njerëzit prej mbretërisë së vdekjes, le ti udhëhiqte drejt ngjaljes. Liroje ta të zgjedhur nga fuqia vdekipruese e shpirtit të së keqës. Le të marrin jetën e re të Krishtit të ngjallur, le ti bajnë dëshmi me vepra, ai që jeton e mbretëron në shekujt e shekujve. O Zot Jezus, duke ngjallur Lazarin nga vdekja, zbulove se ke ardhur që njerëzit të kishin jetën e ta kishin me begati. Liroj nga vdekja ta të zgjedhur, që kërkoj jetën e sakramentet tua. Largoje prej tyre shpirtin e së keqës, le nëpërmjet shpirtin tan jetëlens, luroju atyre fen, shpresen dhe dashurin, që të jetojnë gjithmonë të bashkuar me ty, le të marrin pjesë në lavdin e ngjaljes sate, ti që jeton dhe mbretëron në shekuj të shekujve.